Në qoftë se ju kujtohet, Ilir Beqaj ka thënë një frazë kur e arrestuan. Ka thënë çështja ime ka 8 vjet që hetohet nga prokuroria. Pse kishte 8 vjet çështja e Ilir Beqaj që hetohej nga prokuroria? Para 8 vjetësh çka ka ndodhur? Çka kishte ndodhur para 8 vjetësh, ju kujtohet? Çfarë kishte ndodhur para 8 vjetësh? A ju kujtohet çka kishte ndodhur para 8 vjetësh? Kishte dalë Arian Galdini dhe kishte denoncuar skandalin e mafjes farmaceutike, të ilaçeve të skaduara, të ilaçeve të falsifikuara dhe ilaçeve eksperimentale. Por unë nuk e bëra në mënyrë politike, unë e bëra në mënyrë profesionale. Unë ndoqa një betejë profesionale, denoncova koncensionet në mënyrë profesionale, dhe prokuroria nuk kishte ku e çonte këtë histori. Përveç se ta hetonte. Pra unë kam denoncuar historinë tek onkologjiku dhe pa shihni pak, ju duket rastësi, ja po ju jap një shembull. Unë denoncoj krimin tek onkologjiku në janar 2015. Dakord? Unë bëj 3 muaj betejë kundër mafjes farmaceutike dhe kundër maskarallikut tek onkologjiku dhe kundër poshtërsisë me ilaçet e falsifikuara dhe të skaduara dhe të mafjes farmaceutike që e drejtonte Edi Rama, Ilir Beqaj dhe Ogerta Manastirliu. Dakord? Për ta mbyllur çështjen time, pa shikoni pak, del Tom Doshi dhe thot në mars, thot don me mvraj Ilir Meta. Dhe vëmendja e medias u hoq nga çështja Galdini dhe shkoi do e vrasi Ilir Meta Tom Doshi, do e vrasi Tom Doshin. Por çfarë biznesi ka Tom Doshi? A është farmaceutik? Ashtu dhe. Ju duket rastësi? T'ju them ca rastësi tani, do më ndiqni me vëmendje. Por duhet më reagoni, se duhet ju them ca rastësi të çuditshme. Mirë po, prapse ato 3 muaj që çështja Galdini ishte në çdo media, në çdo gazetë, në çdo televizion, në çdo emision, bën që emri I Galdinit të njihet dhe të dëgjohej nga çdo shqiptar në atë kohë apo jo. Çfarë marrim vesh më vonë? Në shtator, marrim vesh më vonë, në shtator të 2015-s, pra mbasi e ndërpreu betejën Galdini Tom Doshi, se tha mvrau Ilir Meta, në mars, nga marsi deri në shtator, një dorë përgatiti një plan të çuditshëm. Dëgjojeni pak. Dhe në shtator na del një projekt, të cilin e kemi marrë vesh vonë, kemi marrë vesh tani vonë në 2024 në këtë projekt, se unë se dija atëherë, nuk e dija, ma bëni Allah, por nuk e dija. Fondacioni Soros, në udhëheqjen e avokatit të popullit së sotëm, që atëherë ishte drejtor tek Sorosi, Endrit Shabani, ngrej një projekt ku paguan disa avokat, një grup avokatësh, të cilët marrin përsipër të mbrojnë falas pacient që kanë probleme tek onkologjiku dhe probleme me farmaceutikën. E keni në media, aty ku ka dalë që nxjerrin mediat Endri Shabanin dhe Profilaktik Lapajn dhe Fondacionin Soros, për këtë është ajo, ky është takimi. Pra Profilaktik Lapaj dhe Endri Shabani dhe Osman Stafa, gazetari Irfan Hysembelliut,
futen në një projekt me financimin e Fondacionit Soros për të mbrojtur pacient të cilët kishin përplasje ose problematika tek onkologjiku. Ju duket rastësi? A ju duket rastësi? Prisni pak tani. Në 2020-ën, Arjan Galdini krijon Partinë Lëre. Sa krijon Arjan Galdini Partinë Lëre? Me njëherë, mbas një jave, Xhuri Fluri, apo siç e njihni ju, ambasadorja e famshme amerikane, Yuri Kim, thret Endri Shabanin, Pano Sokon, Profilaktik Lapajn dhe Besjan Peshën dhe krijojnë nismën thurje. Ju duket rastësi? A ju duket rastësi? Ndërkohë që Xhuri Fluri apo Yuri Kim krijon nismën thurje, por Profilaktiku, siç duket, mendonte se i takonte të ishte lider dhe u mënjanua, kështu që u zgjodh shefi i Sorosit, drejtori i Sorosit, kryetari i nismës thurje, që tani është avokati i popullit, Endri Shabani. Megjithatë, u ndan miqësisht nga që nuk u morën vesh për leadershipin. Çfarë than mediat në momentin që u krijua nisma thurje? Than krijohet partia e re nisma thurje. Ju sfidoj, gjeni lajmin, kërkojeni, bëni Google, bëni ChatGPT, bëni Cloud, çfarë doni, gjeni lajmin që në media ka dhënë lajmin Galdini krijon Partinë Lëre e Lëvizja e Re. Gjeni lajmin. Asnjë lajm nuk e keni në asnjë media. Madje krijoi parti Josefina, Patozi dhe Myslymi, dhe mediat thonin vetëm 4 parti të reja ka Shqipëria. Parti e Shabës, e Xhozit, e Patozit dhe e Lymit. Dhe këmbgulte çdo media në Shqipëri, dhe këmbgulte çdo anketues dhe sondazhues në Shqipëri, për me u thënë shqiptarëve nuk ka parti tjetër, vetëm partia e Xhozit, Patozit, Lymit dhe Shabës. Të jetë rastësi kjo? Se dakord, më orem mbas e mbush mendja mua që gjithë bota e ka kundër meje. Okej. Tani u po ju them ca gjëra. Që ndoshta do ishte mirë t'ja pyesim njëri tjetrit. Apo jo, t'ja pyesim njëri tjetrit. Pra, si është e mundur që mediat këmbgulen që në start të përcaktonin se kush ishin 4 partit politike që morën pjesë në zgjedhje. Mediat e vendosën, mediat i pompuan dhe shqiptarët sigurisht që njihnin ato parti që shikonin televizion apo jo. Si mund ta njihnin Galdinin ata pa e parë në televizor?